Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 16 deri më datën 22 shkurt 2026. Kemi një javë me të mirat dhe vështirësitë e veta, por kemi dhe aktivitete planetare. Aktivitete planetare do të thotë ndryshime, do të thotë mundësi, do të thotë kohë, do të thotë realitet dhe ndryshime të një pasnjëshme. Por para se të fillojmë me parashikimin e 12 zodiakale, të hedhim një sy çfarë ndodh dhe çfarë duhet të bëjmë në kohën e duhur mbi ndikimet planetare. Shikojmë që kjo periudhë është mjaft e mirë, është një periudhë ku gjithmonë gjërat koha që kanë ndikuar ose çështjet që kanë pasur dhe mundësinë apo dhe periudhën e duhur në atë çka kërkohet. Kemi datën 16 shkurt, ku e fillojmë me datën 16, ku dielli nga ujori formon një kënd mjaft të vështirë, një katërkëndësh me Uranin në Dem. Një kënd veçanërisht mjaft i vështirë nga çështja e punës, e negociatave në përditshmërinë tonë. Aktivitetet, marrëdhëniet, emocionet e reja që mund të dalin në pa. Është një kënd për të filluar diçka që kërkon guxim, energji dhe jo vetëm forcë intensive për të nisur diçka. Nga ana tjetër, mund të tregojë ngjarje të papritura, jashtëzakonshme, apo çështje të tjera, zhvillime në nivele politike shoqërore. Kjo që do të kenë kujdes ndikojnë shenjat Demi, Luani, Akripi, Ujori të dhjediqit të tretë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Paraditja që ka këto ndikime, mbasditja duket se është disi më e qetë dhe më vendimtare për ato që ne duhet bëjmë. Kemi Mërkurin në shenjën e Peshqive që formon një trekëndësh me Jupiterin në Gafore. Ky është një kënd veçanërisht me fat dhe shumë i dobishëm për të pasur lajme gjatë rrugtimit tonë, informacione të këndshme. Është një kënd mjaft i mirë për diskutime, kontakte, negociate, marrëveshje, nënshkrime, për çështje studimesh, plane profesionale, blerje, transaksione, zgjidhje dhe ndikohen shumë pozitivisht shenjat e ujit, Gaforia, Akrepi, Peshqit, por kanë edhe ndikime të tjera që kanë në bazë të dhënave, që është në individ pastaj se çfarë ndodh në anën tjetër të pozicionit të planeteve. Kemi datën 17. Data 17 shkurt. Në datën 17 formohet eklipsi i parë i vitit dhe në boshtin në boshtëri që do thot ujor luan. Ky eklips diellor që është gjithashtu një hënë e re në ujor me këndet kryesore, katërkëndshin me Uran në lidhje me Marsin. Kjo është një hënë e re kërkuese që krijon një klimë pak nervoze, ndërsa formon këtë kënd, eklipsi diellor na shtyn të bëjmë ndryshime dhe të vendosim qëllime të reja, por duhet të shmangim vendimet dhe niset e nxituara. Gjithashtu ndikohet në kushtet meteorologjike dhe geofizike, veçanërisht në vendin tonë, pasi ndikohet edhe në skenën globale, por në çështjet politike dhe ato sociale. Preket në këtë aspekt Demi, Akripi, Luani, Ujori të dhjediqit të tretë, ose që kanë diellin në këto shenja. Por gjithsesi, kur kemi eklipset diktojnë na japin një mundësi plus për të rregulluar, stabilizuar dhe mundësuar në çështjet e mëdha që mund të lindin nga nevoja ose nga gjërat e tjera që mund të zbatohen në bazë të dhënave që neve kemi, ose duam të nisim diçka dhe e dim shumë mirë sepse po të bëjmë këtë punë ose ta nisim do të dalim me sukses. Pra e kemi studiuar tregun në fushën e karrierës. Prandaj edhe kjo është diçka mjaft pozitive, duke qenë të sigurt për të ardhmen që neve kërkojmë dhe dëshirojmë. Kemi datën 18 shkurt. Data 18 shkurt duket se Saturni, ndikimi më i madh që ka të bëjnë, ose çështjet shumë të rëndësishme të diellit, me udhëtimin e tij në shenjën e Peshqve. Fillon ditëlindja në shenjën e fundit të zodiakut. Për herë të parë në 3 vitet e fundit është një ditëlindje me ndikime të rënda dhe kërkuese nga Saturni dhe Neptuni. Kjo do të thotë që dielli që ndikohet shumë në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me ndryshimet dhe në ndikimet të mëdha
që lidhet me shenjën e peshqeve. Por mos harrojmë, sepse dielli në çdo shenjë do një muaj që është lëviz nga shenja në shenjë. Kemi 12 shenjat, tani mbasi gjëra që ndodhin, ndikimet, favorizimet, mundësit dhe periudhën që ka të bëjnë në lidhje me shenja të tilla, është një mundësi që jep në kohën e duhur, jep në atë që ka kërkon. Pra 3 vitet e fundit që do thot një ndikim shumë i madh në lidhje me planetet që jep mundësinë edhe kohën e duhur për të stabilizuar çështjet ekonomike financiare. Gjithashtu kemi datën 20. Data 20 shkurt. Duket se Saturni formon një kënd me Neptunin e dash. Ky është një kënd veçanërisht i fuqishëm, veçanërisht për ata që ndodhen në nivel gjeopolitik. Herën e fundit që dy planetet formuan në lidhje me shenjën tjetër, pra me shenjën e Briçapit, kjo është shoqëruar me rënien e murit të Berlinit dhe shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Zakonisht është një kënd veçanërisht aktiv dhe zhvillime gjeopolitike. Kjo lidhje shënon në momentin kur besimi idealet tona tronditen dhe ne duhet të rindërtojmë besimin ton. Nga ana tjetër Neptuni ëndrrimtar, por shpesh utopik. Dhe nga ana tjetër Saturni realist. Sigurisht është një kënd i shkëlqyer nëse duam një ide tjetër. Saturni është aty. Dhe kjo do thot ide të shkëlqyer dhe kënde të mira, sepse të jep shumë frymëzim dhe Neptuni realizohet, kurse Saturni ndikon, jep mundësi, rregullon. Pra, nga njëra anë Neptuni jep frymëzimin, në anën tjetër Saturni jep realizimin. Dhe kjo do thot mundësi ose ka ndikime shumë të mira, siç është Dashi, Gaforja, Peshorja, Briçapi, ata që kanë lindur në ditët e para të shenjës së tyre ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kemi datën 22. Data 22 shkurt, ku një trekëndësh me Afërditën, që formohet nga Peshqit me Jupiterin nga Fore. Ky është një kënd me ndikime shumë të mira, shumë e fat dhe sjell optimizëm, ndihmon dhe të kemi perspektiva të mira dhe pretendimet tona të bëhen realitet. Dhe shumë të rëndësishme sepse kalojnë me ndikimin e punës, karrierës, paran dhe jo vetëm. Do të themi që ndikimet më të mëdha që kanë bënë shenjat e ujit, që favorizojnë jashmase, edhe të tokës gjithashtu, por kemi të bëjmë me Gafore, Akrep dhe Pesh, por shenjat e tokës janë Demi, Virgjë, Resha, Briçapi të Dediqi të tretë, ose të kanë ascendente. Pra, si që shikojmë, kemi dy ndikime planetare, që kemi ndikimin e eklipsit, ku eklipsi na jep shumë mundësi, kemi diellin që futet në shenjën e peshqeve, pra brenda kësaj jave kemi këto ndikime shumë dha, pra do dëgjojmë shumë gjëra dhe mjaft çështje që lidhen me anën ekonomike, lidhen me ndryshime të mëdha. Mos harrojmë se para 2 ditëve, pra në datën ka qenë data 14, ku Saturni u zhvendos në dash në datën 14 dhe kjo jep një shenjë e dashit, pak a shumë që qëndron në 2 vjet. Dhe kjo në këto 2 vite ndikime që do të kemi dhe mundësi që do të na jepen është dhe mundësia mjaft e mirë. Kur dielli që në 4 këndësh apo që fillon javën dhe mbyll javën me një trekëndësh të rëndësishëm, që do thot Afërdita me Peshqit në Jupiterin nga Fore, pra janë 2 krah të kundërta të ndikimit të madh dhe të mundësive të arta që vinë gjatë rëndësisë, kohës, mundësisë që jepen në këto drejtime. Por gjithashtu ka të bëjnë edhe me udhëtime me paran, ka të bëjnë me gjyqjet, ka të bëjnë me çështje të mëdha e kështu me radhë. Por para se të filloj tani me parashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve kërkoni dhe dëshironi. Duke bler paketën tuaj, numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria, pra aty keni sekretarin dhe e shikoni, pra ajo është ai kuadrati vogël, ajo dritarja aty, do t'ju ndihmojnë që të zgjidhni një nga paketat dhe më pas aty vendosni emailin tuaj dhe duke vendosur emailin, direkt pastaj lidhemi bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit.
Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti dhe doni dërgoni mesazh sepse tani është bërë e ju e dini shumë mirë, çdo të mërkur jemi live. Jemi live me parashikime, jemi live me pyetje përgjigje dhe gjërat që doni të bëni, pra duke pasur parasysh pyetje që keni dhe e merrni përgjigjen direkt, kemi këtë butonin këtu. E shikoni se si funksionon. Pastaj edhe juve që në kohën që ne jemi live dhe dëshironi diçka më tepër, atëherë në ato momente juve mund të bëni një abonim të thjeshtë, të flitni pastaj në privat për të marrë diçka informacion më tepër në atë moment. Pra sa përfundon parashikimi që jemi deri për së drejti, direkt në privat, sepse juve do na shkruani aty tek emaili jon dhe lidhemi direkt në privat. Ajo është diçka momentale dhe mund të flasim direkt në atë momente që neve jemi. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e zjarrt dhe të rëndësishme për sa i përket kësaj jave, që është shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, duket se dashi ka mjaft mundësi, çështje të rëndësishme që lidhet me anën ekonomike dhe nuk ke vënë dyshim që ka të bëjnë me mënyrën dhe mundësitë të arta që lidhen në fushën e karrierës. Dhe e di që parë është shumë i favorizuar dhe shumë ndikues në atë që bëhet. Kurse dhjediçi i dytë, edhe pse do merret me punë të ndryshme, edhe pse do merret me karrierën e tyre, me punën e tyre, me momentet që kanë të bëjnë në fusha të arta të tyre, sepse ka dhe diçka shumë të rëndësishme në lidhje me vendimet që mund të marrin ose kohën e duhur në momentin e duhur për arsye të karrierës, për arsye të punës, për arsye të ndryshimeve që ju e keni nga ana tjetër. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është një periudhë që provokon, por juve nuk provokoni kollaj. Dhe kjo është ajo që do dilni të fituar në fund, do keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj më të mirë të mundshme. Megjithatë, edhe pse keni pasur disa probleme të vogla, këto janë probleme kalimtare, janë probleme që nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar në lidhje me takime, në lidhje me çështjet dhe vendimet të rëndësishme që lidhen me ekonominë, lidhen me gjëra të mëdha në anën tuaj. Por meqense kemi në datën 17, eklipsi i parë vjetor në boshin ujor luan dhe juve e keni një mundësi të tillë për sa i përket arsyes dhe për sa i përket anës ekonomike financiare dhe disa çështje biznesi që mund të keni në anën tuaj. Por nëse dhjediçi i tretë që lidhet direkt me bankat dhe ka pasur disa çështje problematike të pazgjidhura dhe vjen një moment mjaft i mirë, një moment mund thuhet surprizues për arsye të çështjeve të punës dhe të ekonomisë, por jo se ka të bëjnë me disa gjëra të reja ose ndryshime, po ndryshime pune janë tani për tani, kanë mundësinë e tyre për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën e karrierës së tyre, sepse me lidhjen e punës, me kalimin e kohës, se gjërat që kanë të bëjnë janë edhe në një farë mënyre për sa i përket këtij muaji, është edhe ndikimi më i mirë i mundshëm dhe çështjet që kanë të bëjnë në lidhje me anën tjetër të vendimeve. Megjithse ka të bëjnë ky muaj i shkurt, është dhe muaj i ndryshimeve dhe muaj i takimeve, sepse ka të bëjnë në anën tjetër në lidhje me trekëndshë, lidhje me vendime që merren në anën e punës. Muaji dhe koha për muajin shkurt ka një ndikim shumë të madh, ka një ndikim që vërtet lidhet shumë me anën ekonomike financiare, lidhet shumë me ndryshime të mëdha, por ky muaj po të vini re në fushën e dashurisë ose në fushën e dashurisë ose të lëmë gjëra të rëndësishme, siç janë shkëmbimunazash, fejesa pra, apo gjëra tjera. Unë them gjithmonë nuk duhet pasur kujdes në këto nxitime. Meqense kemi eklipsin edhe gjëra të tilla të kësaj natyre, duket se ka të bëjnë mjaft me marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e dur, ka të bëjnë mjaft në lidhje me disa ndryshime, por megjithatë tani nuk ka vend për
të mërzitur ose për të pasur diçka, sepse kemi ndikimet e eklipseve, kemi dhe Mërkurin lëvizje retrograd që fillon të marrë formë, kështu që nga mesi i shkurtit, dhe më thënë që jemi dhe tani, dhe deri nga data 23 mars, datat nuk ofrohen përveç nëse keni një individ, nëse do një të bëni martesa ose fejsa, ose nëse keni lënë më përpara. Edhe e realizoni në këtë periudhë. Pra, nëse duam diçka të rëndësishme. Pra, kjo është astrologjia, kjo është na dikton që neve të jemi të kujdesshëm për gjëra që do të bëjmë. Lidhjet afatgjat ose bisedimet e rëndësishme ose ndarjet kanë fuqizimin e madh dhe në lidhje me këtë fuqizim që ata kanë, do të bëjë, do thotë, ndikimi më i mirë që lidhet shumë me dashurinë është dash peshore, është dash britsjap, që ka diçka mjaft të rëndësishme, por dhe megafore. Pra, në këtë lidhje është një lidhje mjaft solide, nëse duam që lidhje të ecë përpara dhe mos shikojmë mbrapa, jeni në anën tuaj dhe në pozicionin më të mirë të mundshëm të qenë ndonjëherë në anën tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që vërtet kultivon gjithmonë energjinë pozitive dhe jep mundësi në ndryshime të mëdha që vijnë në jetën tuaj, që do të thotë shenja e demëve. Përsa për shenjës së demit, me që se demi nga njëra anë ka mënyrën, ka mundësin, ka kohën, ka ndryshimin, ka dhe marrjen e vendimit të rëndësishëm, sepse gjithmonë të shenjës së demit, në kohën e tyre, duket se kanë diçka shumë të rëndësishme përsa i përket punës së tyre, përsa i përket vendimeve që marrin, por kjo periudhë është mjaft ndikuese në atë çka doni të bëni dhe pikërisht në shenjë toke ka dhe gjëra të tjera që do të ndikohet, do mos e filloni javën sepse ndikoni ju të shenjës së demit në lidhje me punën tuaj. Një ndikim, një çështje problematike ju të shenjës së demit që keni pasur dhe do thoni ju jemi cop nga ekonomia, probleme nga puna, heqje nga puna, që unë kam thënë dhe e them nga hera, dhe kjo javë është javë që kërkon vëmendje. Kërkon vëmendje në këtë drejtim nëse debatoni ose gjëra që nuk jeni të sigurt për atë çka doni të bëni. Mirë do ishte të shikoni gjërat në detaje, sepse të shikuarit në detaje ose njerëzit e tjerë kanë atë problemi, nuk e keni juve. Dhe kjo është një nga mundësi dhe momentet më të mira të mundshme, sepse nëse do të shikojmë gjërat e vogla që bëjnë diferencën, paçka se janë shumë të rëndësishme në ekonomi, në vazhdimsi, por dhe në kohën e dur. Meqenëse të shenjës së demit gjithmonë nuk e lën pas dore ato që ta presin të 30 ditëshet, por meqenëse 10 ditë që tret, duket se në lidhje me punën ka disa probleme të mbartura nga shtatori kaluar. Por unë ju them mos mu shqetësoni, sepse koha ka treguar që jeni me fat dhe me fat do jeni gjithmonë për të bërë zgjedhjen e duhur, për të bërë zgjedhjet takimet e punës, për të bërë mundësitë që ju jepen në kohën e duhur në momentin që ju e keni, dhe të gjitha këto përbëjnë pjesë më të madhe të gjërave dhe të ekonomisë dhe kështu që jeni në anën tuaj. Në fushën e ekonomisë edhe udhëtimeve, për ju që jeni në diasporë, është një moment që mund të bisedoni me personin e ligjit, ku ju ndihmon jashtëmarrëse në këtë drejtim, edhe kjo është një periudhë shumë pozitive. Afatgjat në atë që bëhet, afatgjat në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime, në lidhje me mundësitë arta që keni, dhe kjo do të thotë që është koha, është mundësia dhe problemet që ndodhin gjatë një rrugtimi tuajin në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa gjëra që keni pasur disa probleme nga e kaluara, por meqenëse tani për tani ka ardhur koha dhe momenti që mos të shqetësoheni dhe do dalin në dritë e drejta juaj, edhe nëse do ta shikoni dhe vetë, por mirë është që juve të shikoni gjërat në detaje dhe jo të nxitoheni, që të flisni të parët, me pak fjalë, nuk është në të mirën tuaj. Në lidhje me dashurinë, duket se lidhjet afatgjat kemi të bëjmë me lidhje të rëndësishme, 10 ditë që parë ka të bëjnë me akrep të 10 ditë që të tretë.
Dhjetëdiqi i dytë i shenjës së demit ka të bëjnë me ujor të dhjetëdiqit parë, kurse dhjetëdiqi i tretë ka të bëjnë me luan të dhjetëdiqit të dytë. Pra, shikoni se si lidhet çështja ose më saktë ajo çka juve kërkoni në fushën e dashurisë, ajo çfarë kërkoni juve në jetën tuaj, dhe kjo është një diçka shumë e mirë dhe e mbar në ata që kërkohet, e mbar në ata që juve e ndikoheni direkt në këto çështje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj jeni shumë të ndikuar në këtë aspekt dhe në lidhje me pozicionimin e planeteve në kohën e duhur për nismat e reja, për anën ekonomike, për fuqizimin dhe ndryshimin e madh që juve keni në njëra anë dhe momentet e tjera që do të diktojnë, do të ndikoheni në këtë aspekt. Por juve që keni pas një ndarje të shenjës së demit, që ka qenë me ujor të dhjetëdiqit të parë, duket se rregullohet për arsye sepse nuk ishit juve fajtori apo fajtoria, por ndikimet të tretëve, kur themi nga ndonjëherë që nuk duhet të ekspozohen gjërat, nuk duhet që neve të prishim disa ekuilibra, sepse kështu duan të tjerët ose kështu ata e ndjejnë më mirë veten e tyre, më mirë për gjërat të rëndësishme që kanë bëjnë. Por kjo pak a shumë nuk pritet që të prishen disa ekuilibra që keni me vështirësi të mëdha që juve i keni zgjidhur. Dhe kjo është një moment mjaft i mirë tani e tutje kur do shikoni gjërat të rregullohen dhe momentet janë të gëzimit dhe jo të problematikave tuaja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë relativisht pozitive në lidhje me gjërat që ka, në lidhje me mundësitë që jepen, që këta janë të shenjës së binjakëve. Për sa përket bricapëve, bricapët duket se ka një ndikim mjaft të mirë lidhje me pozicionimin e planeteve dhe kjo do të keni mundësinë e artë, mund thosha unë, anën e ekonomisë, të punës, të marrjeve të vendimeve të rëndësishme, sepse pikërisht në periudha të ndryshme, edhe pse juve keni pasur disa problematika të ndryshme në kohën tuaj ose në gjëra që nga njëra anë me problemet nga më të ndryshmet për vendime që do të merrnit, ose në çështjet e kohës së punës suaj nuk ishit në gjendje që t'i përgjigjeni disa kërkesave që keni pasur. Por mos harrojmë sepse shenjës së binjakëve, binjakët duket se kanë mundësinë, kanë kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e biznesit, në ekonomi, mbi stabilizimet, mbi çështjet konkrete, disa takime që kanë tani përgatiten për fundin e muajit, përgatiten për gjëra që vërtet e keni mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi dhe në çështjet dhe një çështje trashëgimnie. Në lidhje me çështja trashëgimnie, ju të shenjës së binjakëve duket se tani për tani, edhe pse keni pasur disa problematika të vogla në ekonomi dhe gjëra që do të ndikojnë tani e tutje, gjëra që juve keni, mundësi që do t'ju jepen, periudha kur ndodhin fenomenet, është një kohë shumë e përshtatshme për sa i përket vendimeve, për sa i përket ndryshimeve dhe kohës së duhur në lidhje me punën tuaj. Dhjetëdiqi i dytë, pikërisht i kësaj shenje, është momenti dhe koha më pozitive, është koha më e sigurta e së ardhmes suaj, kur ky moment, koha është në anën tuaj dhe zhvillimet do të shikoni dhe vetë se si do të ndikohen në këtë drejtim dhe këtë mundësi që ju jepen. Jo se ka pasur një problem në anën psikologjike të punës suaj, në lidhje me disa gjëra që nuk kanë qenë aty ku duhet për një arsye apo për tjetrën, por unë them që është momenti, është koha për juve, është momenti i duhur mbi ekonominë, mbi stabilizimin, mbi projektet që juve keni në fushën e karrierës, do keni shumë mundësira për të rregulluar. Disa aplikime se keni bërë më përpara dhe prisni disa lajme, mund të vonohen pak, por jo të paralizueshme, sepse gjithmonë juve keni disa mundësi, disa gjëra që lodheni shumë për të bërë ndryshimin e madh, por kjo vjen si një mirë arsye për punën tuaj
për karrierën tuaj, se lidhet me karrierën është tjetër gjë, dhe duket se tani është një moment që për juve është pozitiviteti, është ajo që juve ju pritni të rregulloni gjërat në ekonomi, të rregulloni gjërat në stabilizime dhe në çështjet e tjera që do keni disa ndryshime tani e tutje, të janë ndryshime mjaft të mira në lidhje me ekonominë, në lidhje me gjëra të ndryshme, por mos u shqetësoni sepse nuk ka vend për të shqetësuar ose gjëra të tjera që do të keni, por keni pak durim në lidhje me një takim që do të bëni. Ky mund të jetë takim i momentit, mund të jetë takim që për juve mund të mos jetë asgjë, por duhet të bisedoni, le të bisedoni, sepse dikush tjetër ka fol në këtë drejtim, dikush tjetër ka biseduar për të thënë ose për të bërë gjëra në anën tuaj në pozicionin e planeteve. Një nga momentet më të mira që keni tani, periudha që ndodhin fenomenet në anën e biznesit, në kohën e duhur, në lidhje me disa takime mjaft të rëndësishme që keni, por kjo nuk do të thotë që është momenti për mos zgjidhur problematikat e juaja, por është momenti për të arritur atje ku dëshironi, sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal suksesit, fal garancisë, fal ndryshimeve të mëdha që juve keni në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e mundësive të arta që juve keni në lidhje me gjëra të mëdha që do të bëni tani e tutje. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është një periudhë që ju ka lodhur disi, por kjo lodhje ka për t'ja vlejtur në fushën e karrierës suaj. Në lidhje me dashurinë, ndarjet që keni pasur, problematika të mëdha, kanë qenë me peshorët e 10 të parë, kanë qenë me peshkët e 10 të tretë, por dhe me virgjëresh ku keni pas një problem shumë madh, pra keni zgjidhur tani e tutje. Një vazhdim ose një bashkim familjar do jetë me ujor të 10 të parë, ku do shikoni dhe vetë gjërat do të ndryshojnë. Pra, si me sa duket, ju e keni më tepër shenja ajri si që jeni vetë, pra keni ujorin, keni dhe peshore në anën tjetër, që mund t'i zgjidhni gjërat me të drejtën tuaj, keni pasur probleme në të kaluar. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë uji tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe zbardh disa çështje të lëna pezull në çështjet ekonomike, në çështjet gjyqësore dhe jo vetëm, që këta janë shenja e gaforeve. Përsa përket shenjës së gaforeve, çfarë ndodh me gaforet? Për gaforet duket se kjo mundësi është një mundësi shumë e mirë për të bërë lidhjen e duhur në anën ekonomike financiare, në lidhje me disa ndryshime që vijnë tani e tutje për juve, dhe këto janë ndryshime jo vetëm se keni të bëni për motiv, për shembull nuk i realizoni gjërat ku duhet, mundoheni shumë që të arrisni në finish, por unë ditë ju them këtë, që me kalimin e kohës, disa gjëra keni të bëni mjaft në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa ndryshime shumë të rëndësishme ekonomike financiare, sepse disa probleme që keni pasur nga e kaluara, duket se tani rregullohen, sepse ndryshime që keni pasur, ose momentet keni pasur juve, tani është koha, është momenti, është periudha ku ndodhin fenomenet në anën tuaj dhe në lidhje me çështjet e karrierës, por gjithashtu ka edhe diçka tjetër që do të keni në ndryshimin e madh, që mund të vijë në lidhje me një takim pune, në lidhje me disa çështje shumë të rëndësishme, por megjithatë ka të bëjnë në lidhje me një bashkëpunim ekonomiko-financiar dhe disa gjëra të tjera që do të shikoni edhe vetë, ku çdo gjë mund të keni, dhe disa njerëz mund të ripërsërisin disa çështje ekonomike financiare, por kjo nuk prish terezin juve, sepse ka të bëjnë me një takim i rëndësisë së veçantë për sa përket një çështje gjyqësore. Do bisedohen, që nuk lidhet kjo shumë, sepse gjithmonë gaforet e kanë këtë drejtim, e kanë këtë mundësi, do ta thoshim kështu,
por gaforet nuk humbasin, sepse ka një mjaft ndikim shumë të mirë në lidhje me botkuptimin e jetës, lidhje me takimin e punës, lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme, sepse kemi të bëjmë mjaft me datën 17, kur kemi një hënë të re në shenjën e ujorit, por juve ndikoheni në këtë aspekt sepse guvernatori juaj dhe në ju në shenjë ajri, po juve në shenjë uji, dhe kjo gjithmonë me ndryshimet dhe mundësit e arta që vinë në anën ekonomike financiare dhe vinë në disa gjëra që do të shikoni dhe vetë, ku pozicionimi i planeteve, momenti që juve keni edhe gjërat që do të ndikojnë tani e tutje, nuk keni vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjëra të rëndësishme të punës suaj, sepse gjithmonë jeni një hap para asaj çfarë ndodh. Megjithatë, bëni pa kujdes të ditë të tretë nëse keni mundësinë në lidhje me një takim që mund të bëni për punën tuaj, shikojeni, pastaj vendosni, sepse java është dhe përqendrohet në çështjet e takimeve të rëndësishme. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat, dhe më themi me bindjet plot këta, ka të bëjnë me gafore, ka të bëjnë me dash dhe me peshore të dhjetëdiqit të tretë, që është një mundësi, është një kohë që përcakton periudhën kur ndodhin fenomenet në çështje ekonomike, në çështje të biznesit, në rande të ndryshme financiare, dhe kjo është gjëja më e madhe për juve që ndikon dhe rrezaton për punën tuaj dhe për karrierën tuaj. Por e gjithë historia që lidhet me ekonominë, lidhet dhe me ndryshime të mëdha nga tani e tutje. Prandaj mos mu shqetësoni fare, sepse ka diçka shumë të madhe, por ju të shenjës së gaforet do më kujtoni. Sepse bashkim familjar njerë, dokumentacioni ju e keni jashtë, ose jeni në pritje për i dokument, ka të bëjnë shumë me dash të dhjetëdiqit të parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, ku gjërat do jenë mjaft të ndikuara dhe shumë të realizuara në fakt për sa i përket anës ekonomike, për sa i përket punës, një lidhje re bashkëpunimi nuk e diskutoj, ose një blerje që mund të bëni, sepse eklipsi bën çuditëra dhe kjo lidhet me juve, sepse eklipsi që ndikohet në shenjën e ujorit, por e keni përballë që do thotë luani. Për sa i përket luanëve, luanët duket se nga njëra anë përshpejtojnë disa gjëra dhe mundohen të jenë korrekt me veten e tyre, mundohen të stabilizojnë çështje ekonomike financiare. Dhe di që pare ka këtë. Por nëse do flasim për sa i përket mënyrës se si vinë gjërat, për sa i përket disa çështjeve që luanët duket se janë në anën e tyre, dhe përveç kësaj ka një mundësi. Çfarë mundësi e kanë? Kanë kohën e duhur për të nisur një punë të re. Me këtë eklips, ose këtë gjëra që kanë ndodhur ose ndodhin dhe më përpara, por për juve nuk është se do ndodhin diçka problematike ose diçka që lidhet, por ky eklips është i veçantë në llojin e vet, sepse është i pari për këtë vit dhe është në një bosh të ri. Pra ujor luan. Se e kemi pasur gjithmonë me dash, me dem dhe në shenjat e tjera që ndodhte. Por tani, sidomos me dem ka qenë dhe akrep. Por në anën tjetër, kemi tani dy mundësi të arta në lidhje me stabilizimin dhe kontrollin ton mbi gjërat tona, që derdhjen nuk i kontrollonim dot. Vjen një moment tani që eklipsi na informon çështje gjeopolitike, na informon me gjërat të disa trazira që mund të kemi, duhet jemi të kujdesshëm për gjërat që do ndodhin. Kemi në lidhje me rang botror, nuk diskutohet dhe Shqipëria jonë, por kjo nuk hyn tek gjërat që mund themi se qyshe se ku, por megjithatë është një mundësi, është një moment mjaft i mirë, sepse janë gjërat që do të ndikojnë, janë gjërat që do të realizohen,
fal zgjuarësisë, fal asaj çka jeni juve në anën tuaj. Meqense kemi dhe diçka tjetër se ndryshimet që vijnë nga ju edhe për punën dhe për karrierën dhe për ndryshimin e madh që keni në lidhje me një çështje financiare, dhe kjo do të thot ndryshime, kjo do të thot mundësi të dhjetëdhjetit të dytë të shenjës së luanit, kurse ekonomike duket se ka një ndryshim dhe indikim shumë të madh në fushën e punës suaj, por dhe një burim të arës të dyta. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të dhjetëdhjetit parë, me peshk të dhjetëdhjetit të tretë që është perfektja, por njëkohësisht edhe me binjak të dhjetëdhjetit të dytë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme, tek një shenjë toke, tek një shenjë që mund të ndryshojnë shumë gjëra në jetë, mund të ndryshojnë shumë gjëra në anën tuaj, që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë dhe me ndryshime të reja, që këta janë të shenjës së Virgjëreshës. Për sa përket Virgjëreshave, Virgjëreshat duket se gjithmonë janë në ndikimin e tyre, meqense disa mundësi të arta që kanë dhe koha e duhur për të marrë zgjedhjen e duhur në lidhje me ekonomike, në lidhje me ndryshimet të mëdha që lidhen me anën e guximit tuaj, të punës suaj dhe disa momente që keni. Virgjëreshat kanë diçka mjaft të mirë në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me një takim pune që do të keni, dhe ky është takimi më pozitiv, më historik i gjërave të mëdha që ndodhin në kohën e duhur, në momentin e duhur për lidhjet dhe takimet që do të bëni. Në lidhje me disa ndryshime të tjera që do të keni, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse i keni të gjitha mundësitë mbi zgjidhjen e konflikteve të vjetra dhe mundësitë të arta që do të keni tani tutje. Në çështjet që lidhen me anën e punës ose gjërave të tjera, duket se e keni mundësitë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak të dhjetëdhjetit parë, me shigjetar të dhjetëdhjetit të tretë, që është perfektja, por gjithashtu ka të bëjnë dhe me peshk që ka të bëjnë mjaft gjëra pozitive në lidhje me takime punë, në lidhje me ndryshime të mëdha dhe kohën e duhur që do të keni në anën tuaj. Duke pasur parasysh me diellin që do të shkojë në shenjën e peshqeve, në lidhje me ndikimin e madh që ka të bëjnë shumë në këtë drejtim dhe mundësia e artë që vjen tani e tutje, por keni dhe indikim shumë të mirë në lidhje me punën tuaj aktuale dhe diçka shumë të rëndësishëm në jetën tuaj. Një lidhje mjaft e rëndësishme dashurie duket se është me binjak dhe me ujor. Bashkim familjar është me dem të dhjetëdhjetit të tretë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja më ndikuese dhe më pozitive që do të thotë shenja e peshores. Për sa përket shenjës së peshores, meqense peshoret kanë mjaft ndryshime, këto janë ndryshime mjaft pozitive, edhe duke pasur parasysh edhe periudhën kur ndodhin gjërat në anën tuaj, sepse ka lidhje me punën, ka lidhje me takime, me mundësi të arta që kanë të bëjnë, por dhe nga ana tjetër është ndryshimi më i madh financiar për zgjidhje të problematikave, për zgjidhje të anës ekonomike, sepse juve gjithmonë e keni peshoret gjithmonë zgjidhin problemet, dhe problemet që të zgjidhshme që kanë mundësinë është pikërisht tani momenti, dhe dhjetëdhjetiti parë që ka të bëjnë me anën ekonomike, dhe dhjetëdhjetiti dytë do lidhet shumë me disa çështje ligjore ose disa probleme penale që ka në anën tjetër, por e kanë të zgjidhshme sepse e shenja ajri që janë të kësaj të shenjës së peshores, por në anën tjetër kanë edhe disa mundësi të arta ku gjërat mund të ndikojnë në fushën e tyre, sepse ndikimi i Afroditës në një trekëndës që bën me Mërkurin, në anën tjetër kemi disa mundësi të mira, sepse lidhet me shumë, lidhet me takime, lidhet me shumë ndryshime të mëdha që do të keni tani tutje, por dhe me ndikimin më të madh që ka të bëjnë një trekëndës që thotë Jupiteri me ndikimin e madh me diellin, ku jep një mundësi shumë të mirë në punën tuaj, në karrierën tuaj dhe jo vetëm. Por megjithatë, tani për tani, koha ka treguar që jeni me fat në këtë aspekt, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse shumë ndryshime do të keni, shumë ndryshime do bëhen në jetën tuaj, dhe kjo është dhe një moment mjaft i mirë për stabilizimin dhe gjërat konkrete që juve keni
në fushën e artit, në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve e komunikimit, edhe e gjërave që janë bazë të jetës suaj, të mundësive të arta që keni tani atutje dhe edhe të vazhdimësisë në përgjithësi. Në lidhje me çështjet e dashurisë, edhe pse keni pasur mjaft problematika të ndryshme, por dashuria do të thotë që lidhje që kanë të bëjnë me dash të 10 diqit parë, me gafore të 10 diqit të tretë dhe me bricap të 10 diqit të dytë, është një hark kohor, është mjaft i mirë nëse do një të bëni lidhjen e duhur, nëse do një të bëni me atë kërkimi që keni në punën e anën tuaj më të mirë të mundshme, dhe e përgjithshmja juve ju dikton, ju ndihmon në çdo aspekt të jetës suaj. Megjithatë, është një periudhë ku mundësitë janë të mëdha dhe forma në ndryshimi i madh i anës ekonomike financiare dhe i gjërave të tjera që do të ndikohen tek juve, por me dokumentat përgatituni se ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që ndikohet jashtëmase, por edhe me disa takime të një pasnjëshme, por të zgjidhshme në fushën e karrierës, në fushën e një biznesi ose një problemi që keni pasur në një pasuri të paluajtshme mes njerëzve tuaj, që këta janë të shenjës së akrepëve. Meqense akrepët kanë një mundësi tani në këtë javë që t'i vënë punët përpara. Edhe pse keni pasur problematika të ndryshme, për shembull në lidhje me gjëra të mëdha, domethënë ekonomike. Por kjo lidhet si punë ose si çështje karriere më tepër, se me karrierën e keni juve atë që do të ndikohet, ose do keni mundësinë për zgjidhur problematika të ndryshme, nuk keni zgjidhur kohë përpara dhe tani ka ardhur momenti dhe juve t'i bëni gjëra siç i doni, dhe nuk e diskutoj që ky është momenti më i mirë i mundshëm dhe i periudhës, i kohës së duhur, i momentit që juve keni dhe në anën tuaj, por megjithatë mos u shqetësoni, sepse keni të bëni lidhje me punën tuaj, keni të bëni me disa ndryshime shumë të mëdha që vijnë në jetën tuaj, por keni diçka mjaft mirë në lidhje me anën ekonomike financiare, sepse kjo do t'ju ndihmojë jashtëmase për zgjidhur problematikat e juaja, për zgjidhur çështjet që janë problematike nga më të ndryshme, dhe momenti do tani që juve jeni në këmbë në tokë dhe jeni shumë të fituar. Akrepët nga njëra anë zgjidhin shumë probleme të mbartura më përpara, dhe tani kanë kohën e tyre, kanë momentin e tyre për të bërë zgjidhjen e duhur në çështjet e financave dhe në lidhje me biznesin, por gjithashtu kjo periudhë është një periudhë mjaft ideale në zhvillime, në lidhje me punën, lidhje me karrierën, por ajo që do duket dhe ka të bëjnë tani, po garantoj Jorgo me 1.000.000%, sepse është diçka shumë e madhe që do të ndodhin, që do të keni mundësinë, dhe shikoni dhe vetë do më kujtoni, sepse ka të bëjnë shumë si në lidhje me takime pune, si në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që do të lidhen sidomos në karrierë ose në gjëra të mëdha. Mbas datës 20, po të vini re juve deri në pranverën e 2027-s, do kemi shumë gjëra dhe do të flasim në detaje për sa i përket ekonomisë, për sa i përket gjërave që juve keni, juve realizoni në një farë mënyre, dhe është momenti i duhur për ekonominë dhe për stabilizimin e saj. Meqense favoritet ose ekonomit që janë ndryshme në çështjet e tyre, është një moment shumë i mirë tani, se juve jo se jeni që nuk falni në anën e punës suaj, por ju keni të drejtë madhe për kush ua di. Është koha tani, lidhje me takime, është koha me lidhje me vendime të mëdha, sepse vijnë gradualisht tek juve, dhe ky është momenti juaj për sa i përket punës, për sa i përket karrierës dhe mundësive të mëdha që do të keni. Ndryshim pune, marrje vendimesh, mundësi të arta ekonomike financiare dhe një çështje e lën pezu zgjidhet pikërisht tani për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj dhe të momenteve të arta që do të keni. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan të 10 diqit parë, me dem të 10 diqit të tretë që është perfektja, por gjithashtu dhe me ujor të 10 diqit të dytë. Kështu që ka të bëjnë shumë me ndryshimet, ka të bëjnë shumë me takimet dhe anën tjetër të
të biznesit dhe të gjërave që vërtet kërkojnë në drejtimin e duhur, momentin e duhur për punën dhe për çështjet e biznesit, dhe kjo është diçka shumë e madhe që mund të lidhet tani e tutje, mund të keni mundësinë për anën ekonomike financiare, po është një mundësi, sepse ka të bëjnë edhe me zhvillime të reja, ku do t'i shikoni dhe vetë çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal suksesit dhe punës suaj, fal mundësisë dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë në këto drejtime, prandaj mos mu shqetësoni fare, sepse i keni të gjitha mundësitë. Një dashuri e munguar është megafore, një lidhje e rëndësishme është me ujor, por këto dy gjëra mos i lini pas dore, sepse është dhe koha e duhur dhe maturia, zgjuarësia, korrektësia juaj është mjaft e mirë, e mbarë në atë që bëhet, në atë që stabilizohet dhe momenti që është ndikimi, është favorizimi, është mundësia, është ajo që është shumë e rëndësishme në këto fusha, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me anën tjetër, me biznesin dhe me korrektësinë tuaj përsa përket këtij drejtimi, këtij pikësynimi të ekonomisë suaj. Ekonomia, drejtësia dhe marrja e vendimit të rëndësishëm. Të gjitha këto përbëjnë një puzzle shumë të rëndësishëm dhe periudha ecën përpara, por disa lek dhe nga një pasur e paluajtshme që do shitet e do keni gëzim shumë të madh. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë me shumë reputacion, me një shumë të madhe që lidhet me paran, sepse do bëni biznes shumë të rëndësishëm, lidhet me dashurinë e munguar, lidhet me udhëtime të rëndësisë veçantë, që këta janë të shenjës së shigjetarëve. Përsa përket shigjetarët duket se nga çdo ndikim, nga çdo ndryshim që shigjetarët kanë. Meqense në këtë periudhë, shigjetarët duket se nuk pyesin shumë se çfarë ndodh ose nga vijnë gjërat në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me çështjet e biznesit, të karrierës, por çdo ndryshim ose takim që keni është mundësia dhe periudha e duhur për anën tuaj të ekonomisë, të stabilizimit dhe të ndryshimit të madh në anën tuaj, por meqense kjo në takimet që bëni dhe historiku që ka të bëjnë, është një moment mjaft i mirë tani, sepse koha dhe periudhat që ndodhin në lidhje me anën e biznesit ose në lidhje me takimet e punës, po është një mundësi që do të diskutohet shumë apo me disa mosmarrveshje që ndodhin kanë pas ndodhur më përpara, por meqense kemi të bëjmë me disa kërkime të reja dhe kjo është diçka shumë pozitive, prandaj mos u shqetësoni fare, ku koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim, do keni mundësi, do keni rëndësi që do të jepni vetes në anën ekonomike dhe disa gjëra të tjera që do të ndikojnë tek juve, prandaj mos i vini veshin se shigjetarët gjithmonë kanë atë momentin e tyre, kanë atë ndryshimin dhe dashurinë e mirëfillt të jetës së tyre, dhe kështu që tani e tutje gjërat do jenë shumë herë më kollaj dhe më të ndikuara dhe më pozitive përsa i përket çështjeve që lidhen me ekonominë, çështjeve që lidhen me vazhdimsinë dhe jeni mjaft të rëndësishëm në atë që bëni dhe në periudhën që juve keni dhe ndikoheni në këtë drejtim. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse keni pasur disa keqkuptime me shenjën e virgjëreshës të 10 diqit parë, me demin të 10 diqit të tretë, me peshqit gjithashtu, por do keni kujdes sepse lidhja shigjetar peshk i 10 diqit të parë të shenjës së shigjetarit me peshk të 10 diqit të tretë, 10 diqit i dytë i shigjetarve ndikohet shumë me binjak të 10 diqit të dytë, kurse 10 diqit të tretë i shenjës së shigjetarve ka një ndikim shumë të madh me virgjëresh të 10 diqit të parë, ku gjërat do të ndikojnë, sepse një bashkim familjar që keni pasur probleme në lidhjen tuaj dhe kjo nuk është zgjidhur ashtu siç juve dëshironit, është një mundësi mjaft e mirë tani, ku ky moment, kjo periudhë është një periudhë që vërtet është e rëndësishme për sa i përket momentit edhe kohës, për sa i përket çështjeve
që kanë të bëjnë me ndryshimin e madh financiar dhe çështjet ekonomike. Për sa i përket një takim pune, për shembull, ose diçka që vërtet tani për tani e keni pasur mundësinë edhe kohën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në atë që kërkohet. Por tani për tani është një mundësi mjaft e mirë, është një mundësi që vërtet rrezaton në atë çka doni të bëni. Megjithatë shqiptarët në lidhje me nuk jo se kanë probleme në lëvizje, sepse dëgjohen shumë probleme, për shembull kanë pasur ose në lëvizjet e tyre ose në gjëra që ta kanë pas, por nuk ka lidhje kjo. Nuk ka lidhje fare sepse ku po lëvizin e çfarë po bëjnë, çfarë lëvizje po bëjnë po. Ka të bëjnë me anën tjetër sepse nuk janë të sigurt për atë çka ndodh. Dhe kjo i bën ata që të mendohen 2-3 herë që të vendosin për një herë. Por megjithatë, kjo periudhë është një periudhë që kërkon pak kujdes për marrjen e vendimeve të rëndësishme. Megjithatë, është periudha juaj, është koha juaj që do të shikoni dhe vetë për të zhvilluar dhe ndryshuar shumë gjëra në jetën tuaj. Do shkojmë tani tek një shenjë tjetër, do shkojmë tek një shenjë kritikuese, por ndikuese në anën tjetër, që këto do thot shenja e bricjave. Bricjapi. Bricjapët duket se kanë anën e tyre, kanë momentin dhe periudhën e duhur mbi çështjet që lidhen me anën e biznesit, që lidhen me anën e karrierës më tepër, se nuk e diskutojmë sepse gjërat janë shumë të ndikuara, mjaft rrezatojnë ngadonjëherë, por për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë bëjnë me ekonominë më tepër, dhe këtë do të thosha që duhet pasur pak kujdes. Nëse keni një mundësi të bëni pak kujdes, do ishte perfektja në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet që do të merrni, sepse bricjapët mundohen shumë të arrijnë në finish, janë mjaft të dashur dhe mjaft pozitiv në atë çka janë, por lidhjet që bën ose konkretizimi i njohjeve, i lidhjeve, i stabilizimit madh financiar ekonomik është diçka e madhe. Por megjithëse tani për tani, unë do thosha që çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet në anën tuaj, prandaj mos mu shqetësoni në këtë aspekt, sepse me sa duket, gjërat do të arrihen aty ku juve dëshironi që ti realizoni në bazë të dhënave që kemi ose gjërave që do të keni juve në një kohë të shkurtër, dhe kjo do të thotë që është mundësia, është në momenti i duhur në ndryshimet që mund të keni. Këto janë ndryshimet të jetës, janë gjëra të jetës, dhe koha që do të keni tani e tutje është koha juaj për sa i përket çështjeve dhe zhvillimeve të mëdha që arrini në ekonomi, arrini në vazhdimsi, dhe kjo duket që është një periudhë shumë e mirë, e mbar në atë të çështjeve ekonomike financiare, e mbar në atë që juve prisni të bëni diçka në lidhje me financat, në lidhje me takimet, në lidhje me gjërat e reja që do të keni tani e tutje, dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë tani, dhe prandaj them që mos mu shqetësoni fare, gjithmonë të shenjës së bricjapëve kanë pasur kohën e tyre, kanë pasur edhe disa gjëra tjera problematike, por lidhet dhe me ndryshimin e madh që vjen tani e tutje, në ndryshimin ekonomik, them unë gjithmonë, sepse këtu e keni juve ata mënyrën se si vijnë gjërat ose kohën e duhur. Meqense keni pasur këto probleme ose këto gjëra të vogla, duket se tani erdhi momenti dhe koha, erdhi periudha që juve të shikoni çfarë do të bëni në ekonomi, çfarë do të bëni në vazhdimsi, çfarë do të bëni në lidhje me ndryshimet që do të keni tani e tutje, ndryshime momentale, por ju prishin dhe pak atë terezin tuaj, të thosha unë, sepse jeni mjaft të ndërlikuar në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit, me biznesin në fakt ju jeni mjaft të ndikuar në këtë aspekt, por meqense koha tregon që jeni me fat, koha tregon që çdo gjë shkon bar, çdo gjë arrihet,
me suksesin tuaj dhe mundësitë më të mira të mundshme që juve i keni tani tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me gaforet e 10 parë, kanë bëjnë me peshorët e 10 që është një mundësi ndryshe nga që mendoni, por meqense peshore dhe me peshk ka një kënd shumë të rëndësishëm, ku ky kënd që është peshore peshk vini veshin sepse është për të mirë për lidhjen solide dhe për jetën në përgjithësi ku do t'i keni të gjitha mundësitë. Në çështjet e dashurisë duket se britësjap martesë do ta thosha unë, britësjap dem është koha juaj dhe momenti më i artë i që ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri ku do flitet shumë për sa përket kësaj jave, do flitet shumë për arsye të ndryshimeve që keni ose mënyrën se si vigjerat. Kemi dy aspekte të rëndësishme të planeteve që kemi, jo vetëm se ndikimi më i madh që ndodh për shembull në datën 17, ku gjërat jo vetëm se kanë bëjnë me mënyrën ose me punën, por duket se formohet eklipsi i parë në boshtin ujor luan, pra në shenjën tuaj, por gjithashtu mbas kësaj dite kemi direkt datën 18 shkurt, ku dielli në udhëtimin e tij në vazhdimsi shkon në shenjën e peshqve, ku fillon ditëlindja juaj e shenjës suaj për herë të parë në 3 vitet e fundit. Është një ditëlindje pa ndikime dhe ndikime favorite në anën tjetër, sepse me Saturnin dhe Neptunin, ku juve keni pasur një rrugtim mjaft të mirë në këtë aspekt, se këndi që bën Urani dhe mënyra mundësi që juve keni është një ndikim mjaft pozitiv. Pra, kemi diellin, datëlindjen tuaj, kemi dhe eklipsin që juve ju ndikon jashtëmase në këtë aspekt. Kurse gjërat e tjera, mbi ndryshimin që kanë bën, mbi mundësitë që do t'ju jepen, është periudha juaj, është momenti më fantastik, është momenti më i mirë i mundshëm, prandaj nuk ka vend për t'u shqetësuar në këtë aspekt, prandaj vini pas gjërave, sepse kjo kohë është koha juaj dhe është koha më e mira, do ta thosha unë, në anën ekonomike, në anën e biznesit, në anën e ndryshimeve të mëdha që do të keni tani e tutje, por gjithmonë ujorët din çfarë bëjnë, din ku shkojnë dhe kjo bën që tani të jeni mjaft të ndikuar në lidhje me këto çështje, pra të punës suaj, të karrierës suaj dhe të ekonomisë në përgjithësi, sepse ekonomia dhe diçi parë që do jetë në kërkim të një biznesi të ri që të kërkon të bëjë, kurse diçi dytë lëvizje nga një vend tjetër, është e mundur në lidhje me shtet, qytet apo janë vendin diaspor ose brenda Shqipërisë, diçka e tillë mund të ndodhi, dhe kjo është një nga mundësitë më të arta që mund të ndodhin dhe mund të realizohet fal zgjuarsisë suaj, fal çështjeve madhore ekonomike financiare që keni, por gjithashtu diçi tretë lidhet shumë edhe me punën aktuale, por edhe një burim të ardhës të dyta është e mundur t'ju ndodhi, sepse keni mundësinë, keni kohën dhe do shikoni që disa gjëra janë të regjistruara në mendjen tuaj, ku përparësi i jepni ekonomisë dhe dashurisë. Jeni të vetmit në shenjë zodiakale për sa përket pikërisht të kësaj jave, ku ka përparësi dashuria, familja, dhe kjo është diçka bazë që jepet për juve, bazë për atë që kërkohet dhe doni të veproni. Por gjithashtu e gjithë historia dhe koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë aspekt dhe keni të gjitha mundësitë për bërë zgjedhjen e duhur në jetën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luant dhe diçit parë, ku kemi dhe eklipsin e parë në këtë bosht, ku do të shikoni të pastrohen të gjitha negativitetet e mundshme që keni pasur gjatë gjithë kohës suaj, dhe gjithashtu një dashuri e munguar që me ndikim shumë të madh është me akrep dhe dem të diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, ku mjaft ndikimin e planetare do të kemi dhe surpriza në dashuri dhe në udhëtime të rëndësishme, por disa gjëra tjera do jenë të famshme në fushën e artit dhe në fushën e mjekësisë.
që këta janë të shenjës së peshqeve. Për sa i përket shenjës së peshqeve, meqense peshqit në këtë periudhë kanë pasur disa ndryshime shumë të mëdha, sidomos dhjetëviti i parë ka qenë shumë indikuar në lidhje me takimet dhe lidhje me vendimet, sepse peshqit, çfarë ndodh me peshqit? Që ta flasim një herë e mirë në lidhje me ndikimet dhe ndryshimet. Ajo që ndodh është që tani për tani kemi në datën 16 shkurt, kemi Mërkurin nga shenja e peshqeve, që formon një trekëndësh me Jupiterin, ku e fillon mbasditën shumë të mirë juve. Ky është një kënd veçanërisht me fat dhe shumë i dobishëm për të pasur lajme të mira, udhëtime, siç e thash, informacione të këndshme. Dhe aspektet e këtyre këndeve të planeteve do të thotë për blerje. Juve keni shumë të rëndësishme dhe dhjetëviti i parë, dhjetëviti i tretë, shumë dhe dhjetëviti i dytë, po dhjetëviti i dytë e ka mbyllur si cikël, do thosha unë, por jo se ka probleme në këtë aspekt. Por gjithashtu dhe në lidhje me nënshkrime, çështje studimesh, është ditë shumë e mirë në marrëveshje. Plane profesionale janë ndikime mjaft ideale. Prandaj shenjat e ujit kanë një ndikim shumë të madh. Prandaj bini pas juve të kësaj shenje, sepse keni mjaft kohë, keni vite domethënë që vuani në këtë aspekt, për lodhjet më të mëdha që keni. Por megjithatë, kemi dhe periudhën më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë në këtë drejtim. Por gjithashtu ka dhe diçka shumë të madhe, sepse megjithse keni më datën 22 të 30 diqet, ku trekëndshi i Afërditës, që formohet tek shenja juaj me Jupiterin nga Fore, ku më mirë në lidhje me ndryshimet dhe ndikimet të mëdha që keni, është këndi më i mirë në jetën tuaj. Pra në kjo ditë mundohuni në datën 22, mos se lini asnjë sekond pa e shfrytzuar. Për një mijë arsye. Do thoni juve, po mirë, ditë e diel, çfarë mund të bëjmë ditë diele? Ditë e diel mund të bëni shumë, sepse takimet bëhen ditë diele, keni dhe disa mundësi të arta për të bërë zgjedhjen e duhur, dhe kjo bën që kjo periudhë është periudha juaj, është më e mira e mundshme, sepse do keni dy gjëra kryesore me datën 22 ditës së diel. Do bëni një orje shumë të rëndësishme, lidhje me udhëtimet, lidhje me anën e financave, dhe kjo do të thotë favorizime shumë të mëdha, sepse ka të bëjnë edhe me disa takime të rëndësisë së veçantë, ku juve lidheni direkt këtu, dhe është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm i art në fushën tuaj. Pra 30 diqet në fushën e punës dhe të gjërave të tjera do më kujtoni. Prandaj e filloni javën që vjen me ndryshime shumë mëdha. Po mos harrojmë se nga 14-ta që ka filluar domethënë ndryshimi i madh, do të kemi deri në 2027, pothuajse gjëra që do t'i shikojmë dhe do flasim për atë pse ndodh kjo gjë, por flasim për këtë javë tani. Është një mundësi shumë e mirë sepse lidhet edhe me gjërat e tjera që do të ndikojnë në fushat e punës, por mos harroni lidhjet afatgjat, siç janë peshk virgjëresh, peshk shigjetar, peshk binjak, ku e keni mundësinë e artë në këtë ndikim kaq të madh që lidhet me juve, dhe është mundësia, se nganjëherë nuk është mund të doni, mund keni një dashuri shumë të madhe për gjë që bën dhe nuk arrihet, por në anën tjetër keni shumë mundësira për punën e për ndryshimin e madh që vjen. Por të gjitha këto janë më së të rëndësishme në kohën e dur dhe në periudhat kur ndodhin fenomenet. Prandaj vini veshin, mos nxitoni për ndryshime, sepse nxitimet e tilla kanë probleme dhe jo gjëra që do të keni pastaj në vazhdimsi. Megjithatë, duket se koha ka provuar dhe provon për anën ekonomike financiare, mënyrën se si vijnë gjërat dhe çështjet që juve keni, është koha juaj dhe mundësitë që juve ju lidhin me punën, ju lidhin me karrierën dhe jo vetëm. Në anën tjetër, edhe pse disa udhëtime që do të keni janë udhëtime mjaft të rëndësishme, prandaj mund t'i bëni dhe është koha juaj. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht këtyre ndikimeve kaq të mëdha të kësaj jave, por në anën tjetër na
na bën të jemi të vëmendshëm, sepse kemi eklipsin e diellit, kemi hënën, dhe kështu që në këto drejtime, në këto pikë synime që juve keni, duke pasur parasysh ndryshimet e mëdha që bëhen, pra më datën 17 eklipsi që është pra i diellit dhe hëna e re që ndodh në ujor. Prandaj rishikoni gjërat sepse ka të bëjnë shumë me çështjet madhore. Para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodhen në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të bashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roskon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi paketat që astrologu.al ofron. Duke bler paketën tuaj dhe numër përkatës të blerjes, atëherë në mund dërgoni email tek sekretaria dhe jemi gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe do jemi çdo të mërkur, mbajini mend, çdo të mërkur do jemi drejt për së drejti me juve dhe duke dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigjen, është ky butoni këtu. E shikoni, e klikoni, ndiqni hapat dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Unë ju uroj një ditë të mbar, javë të mbar, se kjo javë datës 16 me 22 shkurt të 2026 do ketë shumë ndryshime dhe shumë ndikime të mëdha. Ndiqeni dhe do më kujtoni. Gjithë mira.